mos konfirmo mësime të reme të gabuara dhe dalim sot vetëm me deklarime boshe. Pa mbështetje, pa detaje, unë do ecë në Mesian. Po si ecë në Mesian ti? Unë do ecë. Kam mendjen e Mesias. Po si është mendja e mendja e Mesias është në mendjen e frymës. Fryma ka shkruar urdhrimet, ka shkruar ligjin e Atit, ka shkruar fjalën e Atit, sepse kush mund ta njohë mendjen e Atit veçse fryma e tij. Atëre ti po anullon frymën e shenjtë në këtë mënyrë duke hequr karakterin e Atit. Prandaj kemi krijuar një Zot, një Elohim tjetër që apostujt nuk kanë predikuar, një Mesia tjetër që apostujt nuk kanë predikuar. Mesia thotë nuk erdha për të shfuqizuar as ligjin apo profetët. Kur ti heq ligjin e profetët që akoma janë aktive ato profesinë, ligjin e në profetët, me çfarë do ecësh? Me çfarë po ecë kjo asamble sot? Atje ku nuk ka ligj, thot apostulli në Romakëve 4. Nuk ka shkelje. Kur sot një drejtues i ashtuquajtur apo gjitha ndarje sot që një besimtar, kur e heq ligjin e Atit, thotë që unë nuk po shkel, thot nuk ka shkelje, thot unë nuk po shkelja, unë jam i pastër, unë po ec mirë, unë kam mendjen e Mesia, tani unë eci në frymë, sepse u bulose me frymën e shenjtë, ti po ecë në frymë. Kur e ka thënë shkrimi që neve u vullosëm me frymën e shenjtë dhe pasaj po ecim në frymë, ecja përcaktohet në bazë të zbatimit që neve bëjmë. Të ecësh në frymë në Romakët 8, mos shko në fund, po shko që në fillim të kapitullit për të marrë kontekstin, që sot nuk merret parasysh konteksti i atij kapitulli. Nuk merret konteksti në ekuacion nga asnjë drejtues në Shqipëri apo përtej. Çfarë thotë Romakëve 8 që në fillim? Që ne nuk duhet të ecim në mendje mishore që është kundra ligjit të Atit, se po ecë në mendje mishore prodhon vdekje, liçeni i zjarrit. Atë që po thoshte Mesia në Mateu 19 në Luka 10, që nëse do të hysh në jetë, nëse nuk do të vesh në liçen e zjarrit, zbato urdhrimet e Atit tim. Mendje mishore çon në vdekje. Vdekjen finale, liçeni i zjarrit. Por po të ecësh në frymë ke jetë dhe paqe. Të ecësh në urdhrimet e Atit, sepse mendja mishore nuk do të ecë në ligjin e Atit. Merret të kundërtën vëlla e motër, a ke ndërgjegje, a llogarit, a arsyeton me mendjen tënde. Kur ecë në mish, ke vdekjen finale. Je kundra Atit, nuk mund t'i pëlqesh Atit, ecën kundra ligjit të tia. Romakët 8, 6 deri në 8 vargje. Por ata që ecën në frymë kanë jetë dhe paqe. Ata që ecën në urdhrimet në ligjin e Atit kanë jetë dhe